Namazi i teravive dhe namazi i natës. Namazi i teravive në Ramazan. Pejgamberi a.s. thot: ati që e fal namazin e natës gjatë Ramazanit, duke besuar dhe llogaritur në shpërblimin e Allahut, i falen mëkatet e së kaluarës. Pra, me sinqeritet, me vullnet, me vendosmëri, me shpirt të lirë dhe duke kërkuar shpërblimin, agjeron dhe falet natën dhe shpreson shpërblimin e Allahut. Këti i falen mëkatet e së kaluarës. Ai që i fal teravit dhe vitrin me imam, pastaj dëshiron natën të i fale dhe disa rekate shtesë, nuk është problem, veç namazin e fal nga 2 rekate dhe vitrin nuk e përsërit. Me frikë dhe shpresë. Allahu thot: ata ngrihen nga shtrati, i luten Zotit të tyre me frikë e shpresë. I rreshtuan këmbët në namaz, lotët u rrillnin dhe kërkonin nga Allahu t'i lironte nga zjarri i xhehenemit. Njëri e qortonte veten për mangësit, tjetri kujtonte gjendjen e rrugtimit drejt ahiretit, e i treti i frikohej Allahut, i cili i dëgjon të gjitha dhe i sheh të gjitha. Të përullure me këmbgulsi i deri në mëngjes duke e kërkuar shpëtimin. O Allah, na fal. Derisa ti përfundoi, pejgamberi a.s. thot: kush i fal teravit me imam derisa ti përfundoi, i shkruhet atij si të jetë falur tërë natën. Hadithi tregon që teravit me xhamat janë më të vlefshme se të falen vetëm. Ai që falet me imamin derisa ti përfundoi teravit e merr shpërblimin sikurse të jetë falur tërë natën. Për namazfalsin, më mirë është teravit të i fal me imamin deri të përfundoj, pavarësisht ai fal 11, 13, 23 e të tjera. Nuk ka pengesë që të ketë më shumë se një imam dhe ata të ndrohen. Namazfalsi duhet të lidhet imamve në namaz deri në fund, edhe pse ata ndrohen mes vete. Kështu e merr shpërblimin e faljes së teravive me imam. Prej rregullave të teravive, teravit falen nga 2 rekate, ndërka që në fillim të çdo rekati të parë e lexon lutjen Subhaneke, që thuhet në fillim të namazit pas tekbirit fillestar. Në mes të 2 rekateve nuk ka dhikr që thuhet apo namaz vullnetar që shtohet. Teravit nuk ka numër të caktuar, mbështetur në hadithin: namazi i natës falet 2 nga 2 rekate. Por më së miri është që të falen 8 rekate namaz nate dhe 3 rekate vitër, ashtu si veproi pejgamberi a.s. Prej lutjeve në ruku dhe në sejdë. Pozita e rukus dhe sejdës janë nga gjendjet më të mëdha ku shfaqet ubudia, apo të qenet rob i Allahut. Për këtë shkak, pëlqejet të zgjatet qëndrimi në ruku dhe në sejdë në namazin e natës. Prej lutjeve që thuhen në to janë: Subhane dhil gjeberuti, wal melekuti, wal kibria, wal adhame. I lavdëruar qoft i plot fuqishmi, të cilit i takon pushteti mbi çdo gjë. Atij i takon lavdia dhe madhështia. Fjala el gjeberut, i plot fuqishmi, nënkupton se mbizotrimi dhe ngadhnimi i plot i takon veç Allahut. Fjala el melekut, të cilit i takon pushteti mbi çdo gjë, nënkupton që atij i takon sundimi i përgjithshëm, i jashtëm dhe i brendshëm. Subhaneke Allahumma Rabbana wa bihamdike Allahumma gfirli. I lavdëruar qofsh, o Allah, Zoti ynë, ty të takon falenderimi. O Allah, më fal mua. Subuhun, Kuddusun, Rabbul Melaiketi dhe Ruh.
I dëlir nga çdo mangësi i shenjtë, Zoti i melekëve dhe i Xhibrilit. Subbuhun Kuddusun, i dëlir nga çdo mangësi i shenjtë, do të thot i të lirë nga mangësit, ortakria dhe çdo gjë që nuk i përket hyjnis. Ndërkaq, varruh apo i Xhibrilit, fjala e ruh që ka ardhur në hadith e ka për qëllim Xhibrilin dhe u veçua me përmendje kashti melekëve të tjerë në shenjë respekti dhe nderi. Ndërrimi i xhamive. Ndërrimi i xhamive për namazin e teravive, nëse bëhet me qëllim që imami me zërin e bukur të tij ta shtoj për uljen në namaz, atëherë nuk është problem. Nëse falet pas një imami që me leximin e tij qetësohet dhe i shtohet për ulja në namaz, më mirë është të mos shkojë në xhami të tjera, por le të vazhdoj të falet pas tij, sepse në xhami të tjera ka mundësi mos të arrijë rahatin shpirtërore dhe për uljen sikur te imami i parë. Ati që i ka ikur namazi jacis në Ramazan, ati që i ikë namazi jacis me xhamat në xhami, vjen kur imami është duke i falur teravit, çfarë është më e mira të veprojnë në këtë rast? Nëse janë 2 veta apo më shumë, më e mira është ta falin jacin ata në xhamat pa ju lidhur imamit. Po që se i lidhen imamit me një të jacis, nuk është problem, sepse Muadh ibn Jabal e falte farzën e jacis me pejgamberin a.s. e pastaj kthehej te fisi vet, u afalte jacin atyre, dhe kjo i llogaritej nafile apo vepër vullnetare. Nëse është vet, më mirë është të lidhet me imamin me një të jacis, e pastaj e plotson namazin vet, sepse imami fal teravit nga 2 rekate, kurse jacia i ka 4 rekate, pra 2 i fal me imamin dhe 2 i plotson vet. Nga rregullat e leximit të Kur'anit në namazin e natës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjatë leximit të Kur'anit në namazin e natës, kur kalonte tek ajeti ku përmendej lavdërimi i Allahut, thoshte Subhanallah. Kur kalonte tek ajeti ku përmendej mëshira, e kërkonte atë. Kur kalonte tek ajeti ku kërkohej mbrojtje ose tek ajeti ku përmendej ndëshkimi i Allahut, kërkonte mbrojtjen e Allahut. Kjo ligjërohet për imamin dhe për atë që falet pas imamit. Omer ibn el-Hatabi, radiallahu anhu, për ajetin, atyre që u kemi dhënë librin dhe e lexojnë ashtu siç është shpallur, thoshte, janë ata që kur kalojnë tek ajeti kur përmendet mëshira, e kërkojnë prej Allahut. Kur kalojnë tek ajeti i ndëshkimit, kërkojnë mbrojtjen e Allahut. Heshtja dhe dhikri. Është vërtetuar që pejgamberi a.s. në namazin e natës e lexonte Kur'anin rrjedhshëm dhe ngadalë. Kur kalonte tek ajeti ku përmendej lartësimi i Allahut, thoshte Subhanallah. Kur kalonte te ajeti ku përmendej mëshira, e kërkonte atë. Kur kalonte tek ajeti ku kërkohej mbrojtje ose tek ajeti ku përmendej ndëshkimi i Allahut, kërkonte mbrojtjen e Allahut. Tash parashtrohet pyetja se a mundemi të veprojmë njësoj në teravi, edhe pse në fakt teravit janë nga namazi i natës. Përgjigjja. Nuk ka pengesë për imamin dhe për atë që falet i vetëm. Kurse, për atë që falet pas imamit, nëse nuk e pengon që ta përcjell imamin, atëherë le ta thot dhikrin. Por, nëse kjo e dekoncentron në namaz, atëherë nuk e vepron. Në këtë rast, heshtja dhe dëgjimi për të janë më të rëndësishme. Teprimi në duan e kunutit. Urrehen fjalët e tepërta, rritja e tepërt e zërit dhe zgjatja e lodhshme në kunut. Imamët nga njëherë është mirë ta lënë duan në kunut, që njerëzit mos të mendojnë se duaja e kunutit është obligim në vitër. Të qarët e lejuar. Të qarët nga frika e Allahut është adhurim. Zjarri nuk e prek atë sy i cili qan nga frika e Allahut. Të
Të qarët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ishte pritmë dhe as ushtim, por ishte e qarë e fshehtë. Nga njëherë nuk mund ta përmbante veten dhe dallohej që qante e herave të tjera e fshehte. Përcillet në një hadith, gumëzhima që dilte nga gjoksi i tij i ngjante gumëzhimës së ujit që vlën. Gjatë teravive shohim disa që ndikohen nga duat në kunut dhe qajnë, ndërsa gjatë namazit nuk ndikohen nga Kur'ani dhe nuk qajnë nga dëgjimi i tij. Disa prej duave në kunut, madje nuk janë as nga suneti, por janë fjalë që disa imam vet i formojnë. Ato dua i përsërisin disa herë, derisa nisin të qajnë dhe e nxisin edhe xhamatin të qajnë. Të qarët gjatë dëgjimit të Kur'anit është më me merit se të qarët gjatë duave në kunut. Dhikri pas vitrit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas selamit në namazin e vitrit thoshte: Subhanel Melikil Kuddus, i lartësuar qoftë Allahu, sunduesi i pastër nga çdo emet. E përsëriste 3 herë dhe në herën e tretë e ngrinte zërin. Mbajtja e mushafit në dorë gjatë teravive nga namazfalsi. Mbajtja e mushafit në dorë gjatë teravive për atë që nuk e përcjell imamin është në kundërshtim me sunetin në disa aspekte. Namazfalsi që falet pas imamit e humb mundësinë t'i vendos duart në gjoks. E humb mundësinë të shikojë në vendin e sejdës. I bie për ulja për shkak të lëvizjeve të shumta gjatë fletosjes së mushafit, mbylljes dhe hapjes së tij në namaz. I pengon namazfalsit për rreth tij me lëvizjet e shpeshta. Shikimin e lëviz shpesh duke i përcjell ajetet në Kur'an. Ai që bie në kundërshtim me kunutin, Allahu thot: qëndroni me devotshmëri para Allahut, duke ju lutur atij. Që do të thot, qëndroni të përulur me sinqeritet para Allahut. Pra, çdo lëvizje pa nevojshme në namaz është veprim i kotë. Disa namazfalës që falen pas imamit, me hapjen e mushafit në teravi, e humbin mundësinë t'i vendosin duart në gjoks dhe të shikojnë në vendin ku bien në sejdë, që janë prej sunetit. Po ashtu e preokupojnë veten me nxjerrjen dhe futjen e mushafit në xhep, me hapjen dhe mbylljen e tij gjatë namazit. Ka prej tyre që gjatë namazit e nxjerrin celularin ta incizojnë duan e kunutit. Të gjitha këto lëvizje janë të panevojshme dhe bien në kundërshtim me rregullat e kunutit që Allahu urdhëroi të përmbahemi. Nuk falet vitri 2 herë në një natë. Ai që fal teravit me imam dhe pastaj dëshiron të fal namaz shtesë në fund të natës, i ka 2 opsione. Namazin e vitrit ta përfundoj me imamin, pastaj të falet natën sa rekate dëshiron. Të jap selam në çdo 2 rekat dhe vitri nuk e përsërit, duke u mbështetur në hadithin: nuk falet vitri 2 herë në një natë. Dhe për shkak se pejgamberi pas vitrit i fali 2 rekate. Opsioni i dytë është që pasi imami jep selam në vitër, ti nuk jep selam me imamin, por ngrihesh e fal edhe 1 rekat. Kështu i bën 2 rekate. Pastaj mund të falësh sa të duash dhe e përfundon namazin me vitër në fund të natës. Më e mira nga të 2 opsionet është opsioni i parë, si dhe është më larg syefaqësisë. Prej rregullave që pëlqehet të përmbahet imami në kunut. Imami duhet të përmbahet disa rregullave në kunut. Të kujdeset që lutjet që i thot në kunut të jenë nga Kur'ani dhe Suneti, të shkurtra dhe gjithëpërfshirëse. Ta lër duan her pas here, të mos mendoj njerëzit se kunuti është i patjetërsueshëm në vitër. Mos ta teproj në shprehje dhe në rim. Mos të hyj në detaje të palejuara.
mos ta teproj në ngritjen e zërit. Mos të dal nga synimi i duas e të kaloj prej duas në hutbe apo këshill. Mos ta zgjas kunutin aq shumë sa namazfalësit që falen pas ti të lollen dhe të mërziten. Jo egzagerimeve. Imamët gjatë teravive në Ramazan e japin mundin e tyre që duhet falenderuar. Megjithatë, gjatë kunutit duhet të kihet parasysh edukata me Allahun. Zëri duhet ulur dhe duhet pasur kujdes që duaja të mos zhndërohet në zbukurim duke parafrazuar si poezi, duke kënduar me nota dhe rima si të muzikës, ashtu që t'i bëj ata që falen pas tij të bërtasin nga emocionet, së bashku me imamin. Kujdes të veçantë duhet të kihet që gjatë duave mos të emërohet Allahu me emra që nuk e ka emërtuar veten dhe të përshkruhet me përshkrime të cilat nuk lejohen fetarisht. Allahu lutet me emrat e tij të lartë dhe cilësitë e tij të bukura. Prej rregullave të kunutit. Pyetja. Kur imami e lavdëron Allahun në fillim të duas së kunutit, a lejohet shqiptimi i fjalëve? S'ka dyshim. Kjo është e vërtetë. Ne dëshmojmë. O Allah, dhe a lejohet që të ngrihen duart në kunutin e vitrit? Përgjigja. Ajo që ligjërohet gjatë duas në kunut është të thuhet Amin. O Allah, pranoje. Ndërkaq gjatë lavdërimit të Allahut mjafton heshtja. Po që se gjatë lavdërimit ai që falet pas imamit thot Subhaneke apo Subhanehu, i lartësuar je ti o Allah, apo i lartësuar është Allahu, nuk është problem. Lejohet të ngrihen duar gjatë duas së kunutit dhe për këtë ka argument. Përsëritja e disa ajeteve. Nëse imami përsërit disa ajete ku përmendet mëshira apo dënimi i Allahut, që njerëzit t'i nxjisë në meditim, për ulje dhe që të marrin mësim, nuk ka pengesë përderisa njeti i tij është i mirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e fali namazin e natës me ajetin: Nëse ti i dënon ata, robërit e tu janë, e nëse i fal ata, me të vërtet, vetëm ti je i plot fuqishmi dhe i urti. Megjithatë, nëse imami e shem më të arsyeshme të lërë këtë gjë, duke e pasur parasysh se përsëritja e ajeteve i nxit të çajin namazfalësit, e kjo pastaj mund t'i shqetësojë ata, atëherë më e mira është iket e të mos krijohet rrëmuj. Prej duave në kunut. Shpesh i dëgjojmë imamët të luten në kunut me duan që ka ardhur në sunet. Waj'al tharana 'ala man zalamana. Hakmerju atyre që na kanë bërë pa drejtësi. Kuptimi është: O Allah, hakmarrja le ta përfshi vetëm atë që na bëri pa drejtësi dhe mos lejo që t'i tejkalojmë kufit, që kur të shkojmë pas hakmarrjes, ta dëmtojmë të pafajshmin, ashtu si vepronin në periudhën para Islamit. Wahab al-musina minna lil muhsinin. O Allah, fali dhe udhëzoj gjynaqarët prej nesh nëpërmjet punëmirëve. Këtë dua e dëgjojmë shpesh në kunut, ndërsa kuptimi i saj është: Allahun e lutim që t'i fal gjynaqarët prej muslimanëve me lutjet, ndërmjetësimin dhe shoqërimin e punëmirëve. Nuk ka ndonjë pengesë këtu, sepse shoqërimi dhe ndeja me punëmirët është një prej shkaqeve të faljes së gjunaheve. Kush ulet me ta dhe i shoqëron, nuk pendohet asnjëherë. Megjithatë, muslimani për t'ju falur gjunahet nuk mbështetet vetëm në këto shkaqe, por ai obligohet të pendohet vazhdimisht, ta llogarit veten dhe të përpiqet t'i kryej adhurimet. Prej duave që i dëgjojmë në kunut është edhe duaja e cila ka ardhur në sunet. Wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna. O Allah,
Bëna të kënaqemi me dëgjimin ton, me shikimin ton dhe me fuqinë ton sa të jemi gjallë dhe bëj trashëguesit tan. Cili është kuptimi i fjalëve "Vej'alhu el-waritha minna" dhe bëj trashëguesit tan? Përgjigja: do të thotë bëje dëgjimin, shikimin dhe fuqinë ton të pandashme prej nesh deri në vdekje. Erdhi në formë të egzagerimit, sikur ato mbeten edhe pas vdekjes, sepse trashëguesi mbetet pas vdekjes së trashëgimlënësit. Disa dietarë të tjerë thonë, kuptimi është ruaj ato të trashëgimtarët dhe pasardhësit tanë pas vdekjes sonë. Fëmia dhe xhamia. Prej edukimit të mirë në fushën e ibadetit është prindi ta marrë fëmijën me vete në xhami. Ndërkohë, kur e merr me vete në xhami, duhet të ketë kujdes në disa gjëra. Fëmia të jetë në moshën kur nis t'i dallojë gjërat, diku 6 apo 7 vjeçar, dhe e dallon rëndësinë e namazit. Ta afrojë të vetja në rresht që ta ketë nën kontroll lëvizjen e tij. Ta pengoj të kthehet mbrapa dhe të bëj rëmuj me fëmijët e tjerë. Mos ta lër të dalë jashtë xhamisë e të rrezikohet nga lëndimi apo diçka e keqe. Ta nxis përdorim duke ja kujtuar shpërblimin e nëse nis të ndjej vështërsi, atëherë e udhëzon të falet ulur. Dalja e gruas për në teravi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: mos i pengoni gratë tuaja të shkojnë në xhami, edhe pse namazi në shtëpitë e tyre është më i mirë për to. Më i mirë për gruan është që namazin e teravive dhe namazet e tjera të i falë në shtëpinë e saj, qoftë banore e Mekës apo nga vendet e tjera. Megjithatë, po që se dëshiron namazin ta falë në xhami, lejohet të shkojë në xhami, por me kushte. Të jetë e mbuluar, të marrë leje nga burri apo përgjegjësi i saj. Dalja e saj të mos i vënë në rrezik ata të cilët ajo e ka obligim të kujdeset për ta. Të mos dalë e parfumosur. Dalja e saj nuk duhet ta rrezikojë të bjerë në gjuna, sikur të vetmohet me burr të huaj në vetur apo të përzihet me burra. Roli i gruas së ndershme. Kur burri nuk shpreh interes dhe është indiferent ka shi adhurimeve në Ramazan, gruaja e ndershme e nxit atë të kthjellet dhe ta shfrytëzoj Ramazanin. Ja kujton atij vlerën e namazit të natës me shumë urtësi dhe me fjalë të mira. Amra, gruaja e Habib el-Ajemi, Allahu i mëshiroft, e zgjonte burrin e saj për namaz natë dhe i thoshte: ngrihu, o ti njeri. Iku nata dhe erdhi sabahu. Para teje ke rrugtim të gjatë, a furnizim të pakt. Karvanet e punëmirëve na te kaluan dhe ne mbetëm pas tyre.